Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ, ju njohim me zhvillimet e ditës. Protestat qytetare kundër qeverisë kanë hyrë në ditën e 24 të radhazi në Tiranë me pjesëmarrës që janë mbledhur sërish përpara kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Tubimi është shoqëruar me marshim drejt qendrës së kryeqytetit dhe me thirrje për ndryshime të thella politike dhe institucionale. Protesta qytetare në Tiranë ka hyrë në ditën e 24 të radhazi, ku qindra qytetare janë mbledhur sërish para godinës së kryeministrit për të vijuar kërkesat e tyre ndaj qeverisë. Ashtu si në ditët e mëparshme, tubimi është shoqëruar me thirrje për dorëheqjen e kryeministrit dhe krijimin e një qeverie teknike dhe tranzitore, që sipas protestuesve do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pjesëmarrësit kanë marshuar më pas drejt qendrës së Tiranës, duke theksuar se protesta nuk është një akt i izoluar, por vijimësi e një pakënaqësie të gjerë qytetare ndaj, siç shprehen ata, mungesës së llogaridhënies dhe problemeve të shumta sociale ekonomike. Organizatorët kanë deklaruar se protestat do të vijojnë pa ndërprerje deri në plotësimin e kërkesave të tyre, të cilat përfshin ndryshime kushtetuese, reformim të sistemit zgjedhor dhe rishikim të një sër ligjesh që lidhen me zhvillimet dhe investimet në vend. Tubimi i ditës së 24 vjen një klim të tensionuar politike, kur përplasja mes opozitës, qytetarëve, protestuesve dhe qeverisë është thedhuar edhe me deklarata publike në rrjetet sociale. Organizatorët e protestave kanë bërë publike listën e kërkesave drejtuar qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke kërkuar dorëheqjen e kabinetit dhe ngritjen e një qeverie tranzitore. Kërkesat u lexuan përpara protestuesve nga ish luftëtari i UÇK-s Dritan Gonxhaj. Menjëherë pas publikimit të tyre, kryeministri Rama reagoi në rrjetet sociale duke vënë në dyshim përfshirjen e Gonxhajt në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Protesta antiqeveritare e zhvilluar përpara kryeministrisë është shoqëruar me publikimin e një platforme të plot kërkesash, të cilat organizatorët i adresojnë qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Dokumenti u lexua para protestuesve nga Dritan Gonxhaj, i prezantuar nga organizatorët si ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në qendër të kërkesave qëndron dorëheqja e menjëhershme e kryeministrit dhe e qeverisë, krijimi i një qeverie teknike dhe tranzitore me mandat 1 vjeçar. Protestuesit kërkojnë gjithashtu ndryshime kushtetuese që sipas tyre do të garantojnë barazi përpara ligjit dhe do të nënshtrohen miratimit përmes të referendumeve popullore. Mes propozimeve të tjera përfshihen ndryshime në kodin zgjedhor, rishikim i rregullave për financimin e partive politike dhe vendosja e një kufiri prej 2 mandatesh për postin e kryeministrit gjatë gjithë jetës politike të një individi. Organizatorët ritheksojnë gjithashtu kërkesat e mëparshme për shfuqizimin e ndryshimeve ligjore që lidhen me zonat e mbrojtura, trashëgiminë kulturore, paketën e njohur si paketa e maleve dhe statusin e investimeve strategjike. Pak pas publikimit të këtyre kërkesave, kryeministri Rama reagoi përmes rrjeteve sociale. Ai publikoi një dokument të datës 21 prill 1999, për të cilën pretendoi se dëshmon se Dritan Gonxhaj nuk ka qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe as vullnetar në radhët e saj. Në reagimin e tij, Rama deklaroi se nuk do të lejonte sipas tij përdorimin e emrit dhe simbolikës së UÇK-s për qëllime manipulimi politik. Kreu i qeverisë shoqëroi publikimin e dokumentit me akuza të drejtpërdrejta ndaj Gonxhajt, duke e cilësuar atë si person që nuk përfaqëson historinë e luftës së Kosovës. Edi Rama, jo për një manipulator gjysmë taliban e gjysmë mitoman, po për krejt botën, sikur të ma fali, nuk e hell një pikë balte mbi flamurin e UÇK-s. Dhe kush bën shaka me ndërhyrje agresive të Iranit në këtë protest, do ndihet shumë i turpëruar kur e vërteta të dalë në shesh, pasi e tërë kjo mjegull histerish digjitale të shpërndahet. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për Financial Times, ku ka reaguar ashpër ndaj kritikave të tij dhe akuzave për korrupsion dhe ndikim në investimet strategjike. Ai ka mbrojtur qeverinë nga pretendimet për pastrim parash dhe ka konfirmuar mbështetjen për projektin investime të huaj në Shqipëri, përfshirë këtu dhe ato në zonën e Zvërnecit dhe Sazanit.
Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për mediat ndërkombëtare Financial Times, ku ka mbajtur një qëndrim të fortë ndaj akuzave që janë drejtuar nga opozita dhe kritikat publike për qeverisjen e tij. Rama ka hedhur poshtë pretendimet se ai qëndron pas zhvillimeve që lidhen me investimet në zona të mbrojtura, duke cilësuar akuzat se të pabazuara. Ai ka deklaruar se nuk është detyra e tij të provojë pafajësinë, por atyre që e akuzojnë si kumbari i Shqipërisë të provojnë pretendimet e tyre. Njerëzit thonë se un jam në krye të gjithë kësaj. Unë u them atyre të shkoj në djallë, kaq e thjesht. Kjo është puna ime të vërtetoj se nuk jam kumbari. Është puna e tyre të vërtetoj se unë jam kumbari. Në intervistë kryeministri ka mohuar gjithashtu lidhjet e investimeve strategjike me çështjet e ngritura në hetime apo me emra të përfshirë në debate ndërkombëtare, duke theksuar se projektet në zonën e Zvërnecit dhe Sazanit janë investime të lishme dhe me rëndësi për ekonominë shqiptare. Të thuash që ekonomia shqiptare është e bazuar në pastrimin e parave, kjo është e tmerrshme. Pastrimi i parave është pjesë e ekonomisë son, por nuk është një problem aq i madh. Mendoni se nuk ka pastrim parash në Londër, por a mund të thoni se ekonomia britanike është në një pjesë të madhe pastrim parash? Jo. Rama ka kundërshtuar dhe akuzat për nivelin e korrupsionit dhe e pastrimit të parave në vend. Në fakt, është e kundërta. Shqipëria po lufton sikur më parë dhe është shumë më pak e korruptuar sot se sa ishte. Në një pjesë të deklaratës së tij, ai ka komentuar edhe protestat e fundit në vend, duke sugjeruar se ata mund të jenë të ndikuar politikisht dhe nga faktorë ndërkombëtar që sipas tij lidhen edhe me kundërshti ndaj figurave politike në SBA. Ka shumë interes për ta mbyllur këtë projekt për shkak të Trumpit. Nëse nuk do të ishte Jared Kushner, askush nuk do të interesojë për flamingot, për Shqipërinë, për asgjë. Është gjithë urrejtja kundër Trumpit që krijon gjithë këtë vëmendje. Pavarësisht kritikave, kryeministri ka theksuar se projekti i investimeve të huaja do të vazhdojë dhe se ato përbëjnë sipas tij një mundësi të rëndësishme zhvillimi ekonomik për Shqipërinë në përputhje me standardet europiane. Gjëja më e rëndësishme është që investitorët nuk janë kriminalë dhe nuk janë të përfshirë në pastrim parash. Ata janë investitorë të mëdhej. Është një shans historik për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për protestat që po zhvillohen prej javësh në Tiranë, duke publikuar në rrjetet sociale një mesazh drejtuar njërit prej protestuesve. Kreu i qeverisë mbrojti qëndrimet e tij dhe kritikoi sipas tij ata që po nxisin pa kënaqësinë qytetare për interesa politike. Reagimi u pasua nga një përgjigje drejt për drejt e protestuesit, i cili hodhi poshtë argumentet e kryeministrit dhe e bëri përgjegjës për problemet me të cilat përballet vendi. Debati mes qeverisë dhe protestuesve ka vijuar edhe në rrjetet sociale. Kryeministri Edi Rama publikoi një mesazh të gjatë të shoqëruar me fotografinë e një prej pjesëmarrësve në protestat e fundit para kryeministrisë. Në reagimin e tij, Rama u shpreh se nuk e sheh protestuesin si humbës, por si një qytetar që ka mbetur besnik ndaj bindjeve të veta dhe që beson se po mbron një kauzë të rëndësishme. Pyete veten, nëse armiku yt jam unë, që përpiqem pa pushim mes 1000 vështërsish që Shqipëria të bëhet çdo ditë më e mirë se një ditë më parë, apo ata që të kthyen në heroin e mbrëmjes për të lënë rrugë vetëm si shishe bosh dhe hedhur tutje, pa kokçarje, pas një deheje kolektive. Nëse përgjigjja jote do të jetë akoma se armiku yt jam unë, patjetër që do ta respektoj, sepse demokracia jeton edhe nga kjo e drejtë dhe nga respekti për këtë të drejtë. Por nëse një ditë do ta kuptosh të vërtetën e thjeshtë se halli yt nuk është as far larg hallit tim, atëherë mos i prit aty ata që do të kthehen përsëri në mbrëmje. Në mesazhin e tij, Rama kritikoi gjithashtu rolin e grupeve të ardhura nga diaspora, profileve anonime në rrjetet sociale, figurave politike opozitare dhe personazheve publike që sipas tij po nxisin zemërimin e protestuesve dhe po përpiqen të përfitojnë politikisht nga situata. Ikën edhe karvanet e diasporës nga Kosova e Tetova, ikën qorallapajt, ikën ballibullistat, ikën sypuliturit opozitar që të vinin rrotull duke folur me pasqyrën e tualetit digjital para fytyrës së tyre hipokrite. Ikën karikaturat parlamentare që nxirrnin kokën pas shqiponjës mbi kurrizin tënd, së bashku me armatat armike të profileve falso e të raketave digjitale që hedhin pa pushim nga lindja tutje e Europës drejt sheshit televiziv të revolucionit të flamingove dhe shpërndarje në mënyrë atherrime lajkash, followerash falso. Por reagimi i kryeministrit mori me njëherë përgjigje nga personi identifikuar në
në postimin e tij protestuesi Erlis Sinajt, i cili publikoi një mesazh kreu të qeverisë: "Unë nuk jam ti, prandaj mos guxo të më thuar se hadhi im është si hadhi yt. Ti nuk je viktima e hadheve të mia. Ti je autori i tyre. Je autori i emigrimit të mira të rinjve që nuk pan më të ardhmen në Shqipëri. Je autori i padrejtësive që i detyroi njerëzit të largohen nga vendi i tyre. Je autori i arrogancës së një pushteti që nuk dëgjon më askënd përveç vetes. Sipas tij, qytetarët nuk dalin në protestë për shkak të ndikimit të rrjeteve sociale, opozitës apo figurave publike, po për shkak të vështirësive të përditshme me të cilat përballen. Ai argumentoi se pakënaqësia lidhet me problemet ekonomike, shërbimet publike, largimin e të rinjve dhe ndjenjën e humbjes së besimit tek institucionet. Mijëra njerëz nuk u mbushin sheshet sepse i manipulon algoritmi, nuk protestojnë sepse u kërkojnë influencerat, nuk zemërohen sepse u dikton opozita. Ata dalin në shesh sepse jetojnë realitetin çdo ditë, sepse paguajnë faturat, sepse kërkojnë punë, sepse presin në spitale, sepse shohin fëmijët të largohen, sepse ndihen të huaj në vendin e tyre, dhe kur ti përpiqesh ti paraqesësh si turm të përdorur, nuk po i kupton, po i përçmon. Fotografia ime në murin tënd më bën pis. Mos e përdor për të larë përgjegjësitë tua, mos e përdor për të fshehur dështimet e tua, mos e përdor për të ndërtuar historinë tënde si shpëtimtar. Unë nuk jam ti, dhe nëse jam në shesh, nuk jam aty sepse më ka mashtruar dikush, jam aty sepse e di shumë mirë kush më ka sjell deri këtu. Në fund të reagimit të tij, protestuesi akuzoi kryeministrin se po përpiqet të shmang përgjegjësitë politike dhe të paraqesë protestuesit si të manipuluar, ndërsa theksoi se pjesëmarrja e tij në protestë është rezultati bindjeve personale dhe i pakënaqësisë ndaj mënyrës së qeverisjes. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se mbështet kërkesat e paraqitura nga protestuesit në tubimin e fundit në Tiranë, duke theksuar se opozita do të reagojë si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar, duke kërkuar që edhe kuvendi të ndalojë aktivitetin parlamentar dhe të fokusohet në adresimin e këtyre kërkesave. Paralelisht, Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për përdorimin e kamerave të projektit Smart City për survejimin e protestuesve. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shprehur publikisht mbështetjen e plot për kërkesat e protestuesve të bëra një ditë më parë në Tiranë. Në një konferencë për mediat, Berisha deklaroi se opozita do të trajtojë këto kërkesa me seriozitet si në veprimet e saj brenda vendit, ashtu edhe në kontaktet ndërkombëtare. Ne kemi mbështetur plotësisht 5 kërkesat e para dhe mbështetja ndaj tyre përbën një nga motivet më themelore të angazhimit ton total, jo me simbolet dhe sloganet tona, por si antarësi dhe mbështetës të Partisë Demokratike bazuar në fibrën qytetare. Kërkesat e paraqitura dje garantoi protestuesit se do të konsiderohen me seriozitetin më të madh si në aktivitetin ton direkt kombëtar, ashtu dhe aktivitetin ton ndërkombëtar. Berisha akuzoi gjithashtu qeverinë se po përdor mekanizma të mbikëqyrjes politike, konkretisht kamerat e projektit Smart City, për të monitoruar protestuesit. Nuk kemi një kamerë robotike që survejon ditën natë proteste, kryengritjen paqësore të qytetarëve dhe rinjisë shqiptare. Të tilla kamera janë vendosur në të 4 anë të Tiranës dhe që të gjitha jo në disponim të bashkisë, por në disponim të shtetit polices dhe dhe policisë së shtetit. Në deklaratën e tij, kreu i qeverisë u ndal dhe te intervistat e fundit të kryeministrit Edi Rama në mediat ndërkombëtare, duke kritikuar për gjuhën dhe stilin e komunikimit me publikun dhe gazetarët. Sharjet e pa kualifikueshme që Edi Rama ju bën shqiptarëve në mediat më të mëdha ndërkombëtare. Ky ka dëshmuar urrëtitjen e pakufishme që ka ndaj qytetarëve shqiptar. Sharja e tij ishte shokuese për gazetarën dhe për audiencën e pranishme. Edi Rama nuk sillet si padrino, shumë më keq se padrino i Shqipërisë. Edi Rama ka konsideruar Shqipërinë një sultanat të kohërave të shkuara,
në të cilin vetë ai bën sultanin, gjykatësin, policin dhe çdo funksion tjetër. Ndërkohë, protestat në kryeqytet vijojnë për më shumë se 3 javësh, ku organizatorët kanë paraqitur një platformë të gjuar kërkesash ndaj qeverisë. Ato përfshin ndërheqjen e kryeministrit, krijimin e një qeverie tranzitore me mandat 1 vjeçar, ndryshime kushtetuese dhe zgjedhore, si dhe rishikim të një sër ligjeve që lidhen me investimet strategjike, zonat e mbrojtura dhe trashëgiminë kulturore. Deputetja Mariana Koçeku ka drejtuar një letër të hapur kryeministrit Edi Rama, ku e akuzon për denigrim të protestuesve dhe i kërkon të marrë seriozisht kërkesat e tyre për dorëheqje dhe ndryshime politike. Në letrën e saj, Koçeku shpjegon edhe largimin nga Partia Socialiste, duke kritikuar mungesën e hapësirës për mendimin ndryshe brenda strukturave të saj. Deputetja Mariana Koçeku ka drejtuar një letër të hapur kryeministrit Edi Rama, ku shpreh kritika të forta ndaj mënyrës së trajtimit të protestave që po zhvillohen në vend. Në letrën e saj, Koçeku akuzon kreun e qeverisë se po denigron pjesëmarrje në protesta dhe po shmang sipas saj përballjen me kërkesat e tyre politike dhe qytetare. Ajo i bën thirrje kryeministrit që të dëgjojë zërin e protestuesve, të cilët kërkojnë dorëheqjen e tij dhe ndryshime të thella në sistemin politik. Deputetja shpreh gjithashtu se vendimi për t'u angazhuar në politik dhe më pas largimi nga Partia Socialiste kanë qenë procese të vështira personale, duke kritikuar mungesën e hapësirës për mendimin ndryshe brenda strukturave partijake. Në mesazhin e saj, Koçeku përmend edhe përplasjet e brendshme politike dhe diferencat e thella në drejtimin e partisë, duke theksuar se largimi i saj ka ardhur si pasojë mungesës së debatit dhe tolerancës për mendimin kritik. Ajo i referohet gjithashtu protestave të fundit, duke i cilësuar ato si shprehje të pakënaqësisë qytetare dhe si një kërkesë për ndryshim të mënyrës së qeverisë në vend. Në përfundim të letrës, deputetja i bën thirrje kryeministrit për reflektim dhe dorëheqje, duke i cilësuar këtë si një akt përgjegjësirie politike dhe morale ndaj qytetarëve. Një ngjarje e rëndë e dhunës është regjistruar në fshatin Karkavec të Prenjasit, ku një 67 vjeçar ka mbetur e plagosur pasi dyshohet se bashkëshorti i saj i ka vënë flakën pas një konflikti. Sipas hetimeve paraprake, autori i dyshuar kishte ushtruar vazhdimisht dhunë ndaj gruas së tij, edhe pse ishte dënuar edhe më herët për të njëjtën vepër penale. E plagosura po trajtohet në spital, ndërsa policia ka vënë pranga 69 vjeçarin. Një rast i rëndë i dhunës në familje ka tronditur mbrëmjen e së hënës fshatin Karkavec të bashkisë së Prenjasit, ku një grua ka mbetur e djegur pas një konflikti me bashkëshortin e saj. Sipas informacioneve paraprake, 69 vjeçari dyshohet se pas një sherrri të motivuar nga xhelozia ka ushtruar fillimisht dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij 67 vjeçares Minushe Danga. Hetimet paraprake tregojnë se autori i dyshuar, i cili ndodhi në gjendje të dehur në momentin e ngjarjes, më pas e ka spërkatur gruan me lëng djegëse dhe i ka vënë flakën brenda banesës ku çifti jetonte i vetëm. Burimet pranë hetimit bën me dije se 69 vjeçari kishte pasur edhe më herët probleme me drejtsinë për dhunë ndaj bashkëshortes. Sipas të dhënave paraprake, viktima kishte qenë e pajisur me urdhër mbrojtjeje gjatë 3 muajve të fundit, ndërsa konfliktet dhe dhuna në familje kishin qenë të përsëritura prej kohësh. Menjëherë pas ngjarjes, 67 vjeçaria u transportua në Spitalin Rajonal të Elbasanit, ku mori ndihmën e parë mjekësore. Më pas ajo u dërgua në repartin e specializuar të djegjeve në Tiranë për trajtim të mëtejshëm. Sipas burimeve spitalore, gjendja e saj paraqitet e stabilizuar dhe paraprakisht raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, policia ka arrestuar autorin e dyshuar dhe ka nisur procedurat hetimore për dokumentimin e plotë të ngjarjes. Grupi hetimor po punon për të sqaruar të gjitha rrethanat dhe dinamikat e këtij rasti të rëndë të dhunës në familje. Në gjykatën e posaçme është zhvilluar seanca e radhës për dosjen e rrëmbimit dhe vrasjes së Jan Prengës, ku të pandehurit janë Dritan Rexhepi dhe 6 persona të tjerë. Në fokus të seancës kanë qenë provat e reja të paraqitura nga SPAK, të cilat janë kundërshtuar nga mbrojtja. Gjykata pritet të vendosë nëse materialet e reja do të bëhen pjesë e procesit gjyqësor.
Procesi gjyqësor për një nga ngjarjet më të rënda kriminale të viteve të fundit në vend ka vijuar këtë të martë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar GJKK, ku po shqyrtohej dosja që lidhet me rrëmbimin dhe vrasjen e Young Prengës. Në bankën e të akuzuarve ndodhet Dritan Rexhepi dhe 6 persona të tjerë, të cilët akuzohen për përfshirje në ngjarjen e ndodhur në janar të vitit 2020. Gjatë seancës Rexhepi dhe Aldo Manjishta munguan, ndërsa 5 të pandeurit të tjerë po gjykohen në mungesë. Vëmendja e seancës u përqendruat e materialet e reja të paraqitura nga SPAK, të cilat lidhen me komunikime të siguruara nga platforma e koduar SkyECC. Prokuroria kërkoi administrimin e tyre si prova në proces, duke i konsideruar të rëndësishme për hetimin dhe zbardhjen e ngjarjes. Nga ana tjetër, avokatët e mbrojtës kundërshtuan përfshirjen e këtyre materialeve, duke argumentuar se procesi ndodhet tashmë në fazën e shqyrtimit në themel dhe se provat e reja nuk mund të paraqiten në këtë stad. Sipas tyre, komunikimet e paraqitura janë të paplota dhe nuk përmbushin kushtet për të konsideruar prova të vlefshme. Pas dëgjimit të qëndrimeve të palëve, trupi gjykues rezervoi vendimarrjen për pranimin ose jo të materialeve të reja të dosjes. Seanca e ardhshme është caktuar të zhvillohet në 30 qershor në orën 9:30. Sipas hetimeve, Young Prenga u rrëmbye me 17 janar 2020 në zonën e Kamzës dhe më pas dyshohet se u dërgua në një kompleks në Shijak, ku mbajt peng, u torturua dhe humbi jetën. Trupi i tij nuk është gjetur ende, çka e ka bërë çështjen edhe më të ndërlikuar për organet hetimore. Prokuroria dyshon se rrëmbimi lidhej me zhdukje në një sasi e prej 260 kg kokainë në portin Portsmouth në Britaninë e Madhe. Sipas dosjeve hetimore, personat e lidhur me familjen Prenga dyshohet se kishin ndjeni për fatin e ngarkesës së drogës. Megjithatë, vetë Young Prenga nuk rezulton të ketë pasur rol të drejtpërdrejtë në trafikun e narkotikëve. Gjatë procesit janë administruar edhe dëshmi të familjarëve të viktimës. Vëllai i tij, Drake Prenga, ka deklaruar më herët se ishte kontaktuar nga persona që kërkonin kthimin e sasisë së kokainës së humbur pak ditë përpara rrëmbimit të Young Prengës. Dosja vijon të mbetet një nga hetimet më komplekse të krimit të organizuar në Shqipëri, ndërsa drejtësia po përpiqet të zbardhë plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe të identifikojë të gjithë personat përgjegjës. Gjykata e Lezhës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 40 vjeçarin e akuzuar si bashkëpunëtor në vrasjen e çiftit Kreshnik dhe Gentiana Mujeci. Ngjarja e ndodhur në prill në Balltren të Lezhës. I dyshuari ka mohuar përfshirje në krim gjatë seancës gjyqësore, ndërsa prokuroria e ka konsideruar të përfshirë në ndihmën ndaj autorëve të ngjarjes. Gjykata e Lezhës ka vendosur të lërë në masën e sigurisë arrest me burg 40 vjeçarin Besnik Kolndreu, i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e çiftit bashkëshortor Kreshnik dhe Gentiana Mujeci, të ndodhur në 26 prill në fshatin Balltren. Në seancën me dyer të mbyllur, ai pandeuri ka mohuar çdo lidhje me ngjarjen, duke deklaruar se nuk kishte dieni për përdorimin e pronës familjare, ku sipas hetimeve dyshohet se autorët kanë fshehur mjetin e përdorur në krim. Ai është shprehur se jeton dhe punon në Maltëzi dhe se nuk ka pasur asnjë informacion për veprimet e të dyshuarve të tjerë. Megjithatë, gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka vlerësuar se ekzistojnë provat mjaftueshme për dyshimin e përkrahjes së autorit të krimit, duke caktuar ndaj tij masën e arrestit në burg. Besnik Kolndreu arrestuar me 17 qershor në Ulqin nga autoritetet malazeze pasi ishte shpadur në kërkim ndërkombëtar si person i dyshuar në këtë çështje. Ndërkohë, për ngjarjen e rëndë vijojnë të jenë në kërkim 3 persona të tjerë të identifikuar si Renato Flori dhe Adriano Mhillaj, të cilët dyshohet se kanë marrë pjesë direkt në ekzekutimin e çiftit. Sipas hetimeve, viktimat u zu në prit në fshatin Balltren dhe u qelluan me breshëri armësh teksa po udhtonin drejt Torovicës. Një nga pistat kryesore të hetimit mbetet ajo e hakmarrjes, pasi një prej viktimave, Kreshnik Mujeci, dyshohet se ka qenë i përfshirë më herët në një ngjarje kriminale të vitit 2016 që lidhet me konfliktet mes palëve. Një operacion i policisë së shtetit në fshatin Zall të Krujës nuk ka arritur të finalizojë arrestimin e 49 vjeçarit të shumëkërkuarit Ylli Zalla, i cili dyshohet se është larguar pak para ndërhyrjes së forcave speciale. Gjatë kontrolleve, policia ka sekuestruar armë, municion dhe pajisje të tjera, ndërsa është arrestuar një tjetër person i dyshuar për njoftimin e të kërkuarit.
Një operacion i gjerë policor është zhvilluar këtë të martë në fshatin Zall të Krujës me synim kapjen e 49 vjeçarit të shumë kërkuarit nga drejtësia Ylli Zalla. Në aksion janë angazhuar forca speciale Renea të mbështetura nga efektiv të policisë së Tiranës dhe komisariatit të Krujës. Megjithatë, pavarësisht kontrolleve të imtësishme në banesën e tij, i kërkuari nuk është arritur të gjendet në vendngjarje. Sipas burimeve hetimore, dyshohet se Zalla është larguar me shpejtësi pak para ndërhyrjes së policisë, pasi është sinjalizuar për operacionin. Autoritetet po verifikojnë rrethanat dhe personat e mundshëm që mund të kenë ndihmuar në arratisjen e tij. Gjatë kontrollit, policia ka sekuestruar një armëzjarri pistolet dhe fishek në fole gati për qitje, një celular që dyshohet se përdoruri nga Zalla, si dhe municion luftarak dhe një pajisje për detektimin e frekuencave. Në të njëjtin ambient është gjetur edhe një tjetër person, 35 vjeçari me inicialet EZ, i shpadur në kërkim nga policia e Lezhës, si i dyshuar për përfshirjen në një sulm me tritol të ndodhur në muajin qershor në Shëngjin. Ndërkohë, në vijim të hetimeve, policia ka arrestuar një 55 vjeçar bashkëfshatari të kërkuarit, i dyshuar se e ka informuar atë për lëvizjet e forcave të rendit, duke i mundsuar shmangjen e arrestimit. Grupi hetimor vijon punën për lokalizimin dhe kapjen e Ylli Zallës, si dhe për zbardhjen e plot të rrjetit të personave të përfshirë në ndihmë ndaj tij. Policia e shtetit ka ndërmarrë një operacion të gjerë antikanabis në zonën e Krujës, ku janë angazhuar qindra efektiv dhe janë proceduar dron për kontrollin e territorit. Të gjatë ndërhyrjes janë zbuluar dhe azgjësuar bimë narkotike, ndërsa hetimet po vijojnë për identifikimin e kultivuesve. Operacioni pritet të shtrihet edhe në zona të tjera të qarkut. Policia e shtetit ka zhvilluar një operacion të gjerë në territorin e Krujës me fokus goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Tiranës, në aksion janë përfshirë forca të shumta të drejtorisë vendore, komisariatit të Krujës dhe forcat kombëtare të sigurisë, të mbështetura edhe nga përdorimi i dronëve për monitorimin e terrenit. Operacioni është përqendruar fillimisht në fshatrat e njësisë administrative Culli, ku gjatë kontrolleve janë evidentuar dhe azgjësuar me djegje një numër i konsiderueshëm fidanësh dhe bimësh të dyshuara kanabis sativa. Autoritetet bëjnë të ditur se ndërhyrja nuk do të kufizohet vetëm në këtë zonë, por do të vijojë edhe në ditët në vijim në fshatra të tjerë të rrethit Krujë me qëllim kontrollin e plotë të territorit. Paralelisht, grupet hetimore po kryejnë veprime në terren në drejtimin e prokurorisë me synim për identifikimin dhe ndjekjen penale të personave të përfshirë në kultivimin e lëndëve narkotike. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 24 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dhe dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore, gjatë orëve të pasdites, mund të ketë vranësira të lehta kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me dhe mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 31 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri në 30 gradë Celsius, Tiranë 20 deri në 35 gradë Celsius, Durrës 21 deri në 32 gradë Celsius, Kavaj 21 deri në 32 gradë Celsius, Elbasan 20 deri në 35 gradë Celsius, Berat 21 deri në 35 gradë Celsius, Korç 15 deri në 28 gradë Celsius, Vlorë 22 deri në 31 gradë Celsius, Gjirokastër
16 deri në 30 gradë Celsius. Sarandë, 22 deri në 31 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 24 qershor 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Në zonat e izoluara malore gjatë pasdites mund të ketë shtim të përkohshëm të vranësirave, por pareshje domethënse, paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 13 deri në 30 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 29 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Pej, 13 deri në 30 gradë Celsius. Prishtinë, 13 deri në 31 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 31 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 31 gradë Celsius. Gjilan, 13 deri në 30 gradë Celsius. Ferizaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Kaçanik, 12 deri në 29 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 31 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar televizikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.